Përshëndetje miq. Mbas e keni menduar ndonjëherë se nuk ka ndonjë dallim midis besimit të vërtet dhe atij të rremit. E pra pikërisht për këtë do të flas sot duke ju referuar në vijim të ditëve të meditimeve tona Noeut, historisë së tij. Çfarë ndodh në librin e Zanafillës, ndërsa eksplorojmë kapitujt e parë. Jemi te kapitulli 6. Bibla thotë dhe Noeu veproi ashtu, bëri pikërisht të gjitha ato që Zoti i kishte urdhëruar. Një varg i shkurtër, pa dram, pa emocione, vetëm një fjali që ndryshon historinë. Noeu veproi. Ai vuri në praktik fjalën e Zotit, bëri pikërisht çfarë Zoti i tha. Tregohet një histori në lidhje me George Washingtonin. Pas fitores në luftën revolucionare, Washingtoni ishte njeriu më i fuqishëm në Amerikë. Shumë prisnin që ai të bëhej mbret. Por ai bëri diçka të pazakontë, dha dorëheqje nga pushteti dhe u kthye në jetën e tij private. Në një kohë kur historia ishte e mbushur me gjeneral që kapeshin pas pushtetit, ky njeri zgjedh bindje ndaj parimeve mbi ambicjet personale. Veproi pikërisht duke ju bindur asaj ndjesisë, bindjes së brendshme për detyrën, jo sipas tundimit të momentit, një lloj si Noeu. Bindja është akt besimi. Noeu ndërtoi arkën përpara se të niste shiu. Ai veproi mbi fjalën, jo mbi provën vizuale. Kierkegaard e quante këtë kërcimi ose hedhja e besimit, veprimi mbi fjalën e Zotit, edhe kur logjika e shumicës nuk e kupton. Bindja është besimi i konkretizuar në vepra. Pikërisht siç u urdhërua, thot Bibla. Teksti thekson saktësinë. A dini që filozofi i famshëm grek Aristoteli fliste për virtytin si përputhje mes qëllimit dhe veprimit, praksisi i tij i famshëm. E pra në Bibël bindja nuk është selektive, nuk është aq sa të leverdis ty. Është përputhje e plot me vullnetin e Zotit, është të bësh eksaktësisht çfarë Zoti thot në fjalën e tij. Noeu nuk ishte predikues i turmave të mëdha, por ishte ndërtues i përditshëm. Vitet e tij të bindjes në heshtje shpëtuan brezat të tërë. Bindja e vogël, e përditshme, ka pasoja të jashtëzakonshme. Ne shpesh presim për momente heroike, por tek Zanafilla 6 vargu 22 kujtojmë se heroizmi shpirtëror është të falesh kur është e vështirë, të qëndrosh kur të tjerët dorëzohen, të ndërtosh kur të tjerët qeshin me ty. Bindja nuk është spektakolare, por transformuese dhe pyetja për ne është kjo. Apo bëjmë pikërisht atë që Zoti ka urdhëruar, apo vetëm pjesën që na pëlqen, atë që na intereson. Besimi pa bindjen mund të jetë thjesht një ide. Mesazhi qendror është ky: Noeu veproi. 3 fjalë që shpëtojnë botën. Bindja e plot ndaj fjalës së Zotit është ura midis premtimit edhe përmbushjes. Miq, Zoti po kërkon sot njerëz që të veprojnë, që të zbatojnë fjalën e tij. Ndaj me këto të vërteta, le t'i lutemi Zotit këtë mëngjes. Zoti i dashur, na jep një zemër të bindur, një besim që mbështetet tek fjala jote dhe guxim për të vepruar. Bekoj burra dhe gratë që po ndjekin sot, familjet dhe fëmijët e tyre, ruaj dhe mbroj. Trimëroj zemrat e tyre që ta ecin në udhën e ngushtë të besimit dhe të jenë reflektim i dritës dhe dashurisë tënde në botë. Në emrin e Jezusit. Amen. Miq të dashur, shpresoj që deri diku të jenë përgjigjur pyetjes që ngrita në fillim, se cili është dallimi midis besimit të vërtet dhe atij të rremit, të pavërtetit. E pra, një sintezë, zbatimi i fjalës së Zotit, vendosja në praktik e porosive fjalëve që Zoti na mëson në fjalën e tij. Zoti ju bekoft pafund dhe nëse ka qenë ky meditim i kësaj dite inkurajim dhe bekim për jetën tuaj, ndajini me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Mezi pres gjithashtu që t'ju takoj në meditimin e ditës së nesërme. Miru takoshëm.